Shikoj se nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Komunë. Sonte jemi në komunën e Dragashit dhe me neve është kryetari i komunës Selim Jenuzi. Mirë se keni ardhur. Përveç kësaj, tjerët që do të marrin pjesë në këtë debat sonte janë anëtarët e opozitës, shoqërisë civile dhe qytetarë tjerë. Këta janë Halim Shemsedini, kryetar i LDK-s, Mahmut Mahmuti nga AK, Çamil Kolloni nga LDD, Dashurie Sahiti nga organizata jo qeveritare Sara, Ismail Ramadani nga organizata jo qeveritare Hendikos, Bilal Serjani nga OSBE dhe Melis Jumeri, ish drejtori i Gjeodezisë dhe Kadastrit dhe qytetar. Jemi këtu pra në komunën më malore dhe e cila është më së larti prej kryeqytetit dhe para se të fillojmë të diskutojmë lidhur me atë se çka ka bërë kryetari në vitin e fundit, të shohim se çka ka premtuar para një viti. Zoti Jenuzi, 3 projekte konkrete që i premtoni nëse ju vini në pushtet. Në fillim duhet të thëmë diçka tjetër që nuk është e lidhur me projektet, por është e lidhur me buxhetin e komunës. Si jetë ndarja e buxhetit për komuna bëhet për kokë banori, dhe se komunës tonë i është në hak, sepse është nda buxheti për 35.000 banor, ndërsa vetëm votues këtë vit ka 35.000 banor. E keqja është më e madhe është se deri më tash nuk e di a është ngritë zëri apo jo, dhe komunës tonë duhet të ndahet buxheti diku. Keni ngritë ju zërin, a jeni opozit, kur keni folë ju për këtë punë? Në këtë punë e kemi ngrinë, për lartë nuk kemi qenë në gjendje, se për kemi qenë në opozit. Po, keni folë në herë për këtë punë? Unë e për bënë këtë punë të rregulloj. Desha të thonë se keni folë? Kemi folë sigurisht. Kemi folë edhe për të kënë që nuk kemi valtu, nuk kemi rjetë e paguj, mirë po s'kem shka me bënë. Vazhdojmë më të di. A ndëgjoni radion? E ndëgjë. Ju nuk mos në ndërpreni, deshta tonë se këtë punë do të rregullohet sepse komuna jonë ka diku 50.000 banor. Dhe ku ndahet buxheti për 50.000 banor, kjo shumë do të rritet. Buxheti i komunës veç është i ndarë, unë kam përpara dhe vendimin mbi ndarjen e buxhetit të komunës, të cilën e ka ndarë asambleja e ekzistuese e mëparshme. Dhe për 6 muaj tutë na kemi zakon që të rishikohen vendimet edhe për 2 ditë, mirë po para 6 muaj vendimet e kuvendit ose asamblesë komunale nuk mund të rishikohen, por ne për 6 muaj për skatimit të këtij afati do të rishikojmë dhe ndarjen e buxhetit do ta bëjmë paksa më ndryshe. Nëse na ta bëni konkretisht, si? Konkretisht, për shembull, zyra e kryeqytetit ka 86.000 euro të ndara, ndërsa një drejtorat për ekonomi ka 12.000 ose drejtorati për bujqësi që në të zhvillojnë bujqësinë apo ekonominë i ka 14.000 euro, duke u futur këtu edhe... Kjo ishte koha ju e mbjen keq, po zë Zgjë kryetar, a mundini ta bëni ju një analizë vetë vetës, duke ditë çka keni premtu, para se të shohim reportazhin e terrenit ton, çka mendoni që keni mujt me arritë e çka s'keni mujt? Në fillim përshëndetje për ju, për teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës, dhe gjithë të pranishmi këtu në salë. Nuk maj mend mirë po me siguri ato që i kom premtue janë realizuar ose janë në realizime sipër. Cilat? Për këtë, disa projekte të cilat i kemi premtu, për shembull, me siguri kam premtu asfaltimin e rrugëve, që në një pjesë të madhe në këtu, me siguri kam premtu ndërtimin e ndonjë shkolle, që një shkollë jemi veç duke ndërtu, me siguri kam premtu kompjuterizimin e shkollave, që në një pjesë të madhe të shkollave është kry, me siguri kam premtu pajisjen e shkolla me kabinete biologjike, fizikës apo të kemisë, edhe kjo në një pjesë të madhe të shkollave është kry, dhe pa thënë gjitha ato që i kam premtu. Mund të bëhemi kështu drejt thuni
ka diçka që ju keni premtuar qytetarëve e se keni realizuar? Apo e pranoni para se me Mund të ndodhë edhe ashtu, për arsye se edhe aty në bazë të asaj që dëgjova më parë, thashë se buxheti është aprovuar vitin e kaluar, programet kanë qenë të ndara vitin e kaluar dhe mirë pa ato gjitha që kanë qenë të planifikuar, kemi qenë në rrugë të drejtë dhe gjitha i kemi realizuar dhe suksesi i një qeverie lokale mbatet se si dhe çfarë mbyre e ka bën shpenzimin e mjeteve buxhetore. Mirë, të shohim se çfarë mënyre ju e keni bë shpenzimin e mjeteve buxhetore, të shohim një reportazhin e përgatitur nga volumtuesi dhe Birne dhe Gapit. Komuna e Dragashit apo e Sharit është komune e përzier etnikisht me shqiptar, serb dhe goran. Selim Januzi, kryetari i kësaj komune, premtoi që do të mundohet të zgjidhë problemet ekonomike për të gjithë qytetarët e komunës së Dragashit. Asnjë premtim që ka dhënë gjatë fushatës nuk ka realizuar. Dhe është për më të keq se komuna jonë është tash totalisht në blokadë. Premtimet e premtuara nga kryetari nuk kanë mund, edhe nuk është bërë angazhimi i dur që ato të realizohen. Element tjetër që kemë vërtetur është se nuk ka investime shumë në shëndetësi dhe në arsim, dhe kjo besoj që është një gjë tjetër që duhet të adresohet në të ardhmen që të ketë më shumë kujdes nga komuna për mjekësi dhe shëndetësi. Mirë për këtë drejtim janë marrë disa hapa me vetë përcaktimin e zonës industriale që në kupton që bizniset mund të kenë një qasje për investimet e tyre. Deri tash asgjë sa i përket premtimit për zgjedhjen e problemeve ekonomike, por këtë aspekt kjo qeverisje thotë se do ta rregullojë së shpejti. Ne kemi caktuar zonën e biznesit që në një kohë në kuvend të thuhet se zona industriale. Për ne si ekonomista kemi shkuar me termin zona e biznesit, se jo vetëm industria, por e veprave dhe bizneset tjera. Kemi caktuar një sipërfaqe 36 hektarësh. Kemi caktuar ekipin i cili është duke bërë projektin dhe besojmë se shpejt i brenda 10 ditë eventualisht 2 javë projekti ka qenë i përfunduar. Do të rrisë bashkëpunimin me qytetar pa të premtuar Selim Januzi gjatë fushatës zgjedhore. Në shenjë të rezultatit të këtij premtimi, kjo komunë nuk ka as zyrtar për informim e as vetfaqe. Komuna nuk ka për momentin të caktuar ose të mnuar një zavans. Ata kryen njerëz cilët do të thonë marrin shumë detyra, edhe pse nuk janë të autorizuar ose të mnuar. Një herët jam edhe një konsil zavansi i komunës. 2 poste? 2 poste për me një pagisë. Pse keni lënë 2 poste? Është problemi se me marrën e detyrës se kemi gjetur një administratë shturur dhe me mungesë të kuadrave dhe për momentin kam bërë në të fund. Ndryshe jemi ka punë që edhe këtë problem ta zgjidhim. Nuk ka kur për bashkëpunim. Dhe faqe që 10 muaj nuk funksionon në komunës, është për më të keq. Pastaj në takime me qytetarët, poshtë nuk ka. Zyrtar për informim nuk ju dihet hiç se kush është. Do thotë nuk ka për transparencë. Tre tastit besojmë të punon me Ministrinë për Shëndetësi Lokal që vefaqet e ripërtrihen tërësisht për ndryshe është bllokuar. Bashkëpunimi nuk ka munduar deri më tash, nuk është kreti nivelit të ulët, megjithatë ka mundësi që të përmirësohet edhe më shumë. Si marrë është i punë të komunës? Ja, se më marrë është këshish. Premtimin se do të arrisë grantin qeveritar për komunën e Dragashit e ka realizuar kryetari dhe për vitin e ardhshëm kjo komunë do të ketë grant më të madh qeveritar. Prej investimi kapital 56.000 sa kanë qenë në vitin 2008, kemi shkuar në 1.168.000 dikun, do të 1.200.000. Dhe kjo është një rritje e madhe dhe kjo është bën me angazhimin vetë për sekretarët dhe qeverisë lokale bashkëpunim me Ministrinë përkatëse të qeverisë Kosovës. Në këtë vit sa përket investimeve, nuk ka kur fal investime për Ishte e vështirë me kuptu se ka mbajt premtimin se në administrat dhe arsim do të punoj njerëz profesionist, e jo njerëz partijak. Opozita përmend mbi 10 emra të njerëzve që sipas tyre kanë mbetë pa punë. Se të gjithë drejtorët e drejtorateve që kanë qenë te LDK-s janë larguar nga puna, të gjithë janë pa punë. Sipas udhëheqësve komunal, nuk janë larguar për shkak të partisë, por për shkak të rregullorës. Nuk i ka shkarkuar as kryetari, nuk i ka shkarkuar as kuvendi, nuk i ka shkarkuar as drejtori administrativ, për shefi administrativ më hershëm, por i ka shkarkuar rregullora 2007-30.
Në listën e të pranuarve në punë ishte edhe Shenasti Qafleshi në zyrën për prokurorim, i cili nuk donte që të komentonte para kamerës se ai kishte fituar postin për shkak që është në PDK. Në të njëjtën pozitë kishte konkuruar edhe Zeni Krasniqi, por nga radhët e LDK-s. Edhe një herë mjeva me ty, se duna me pas në përvisë në kamerë. Tu ishte ty me për para kamerës në përshme? Për kamerës të e. A jenë atje? Cile matire? PDK. A ka të keqë të qka? A thu duhet me qenë problem që është në PDK e njerit është edhe zyrtar në zyrën për prokurorim? Edhe pse opozita e akuzon qeverisjen lokale që i ka lënë njerëzit e LDK-s pa punë, nga lista e emrave të LDK-s, vetëm Zeni Krasniqi kishte mbetur pa punë. Edhe pse kishte konkuruar 5 herë. Prap se prap, ai ishte i pa punë. Në sa i përket e pranimeve të punëtorëve, 2 konkurse kanë qenë të shpallura. Janë pranuar që se 12 punëtorë me komunë asnjë tjetër dhe është e vërtetë që ka konkuruar dhe Zeni Krasniqi. Ata punëtorët i ka marrë panelli, nuk i ka marrë as kryetari, nuk i ka marrë as drejtori. Njëri prej drejtorëve i cili është më i rrezikuar është Zeni Krasniqi, i cili ka qenë drejtor për emergjencë dhe siguri. Ai është mbajtës i familjes dhe tash për tash është në rrugë. Kryesisht për të mbajtur familjen ai kryen punë fizike. Ndërsa Muharrem Qafleshi, magjistri i shkencave natyrore, i cili më parë kishte qenë drejtor në Drejtoratin për Kulturë, qeverisja komunale nuk e kishte lënë pa punë, por e kishte transferuar vetëm si arsimtar. Tash do të thonë që një muaj janë 8 orë i kom në gjimnasë. Në rrimin pushteteve nuk duhet të ndryshoj edhe administratë. Kjo është një problem e cila po përcjellet kryesisht në trojet shqiptare. Nëse kjo qeverisje i ka sistemu njerëzit në magjistraturë në për shkolla, ndoshta fati një do t'i përcjell edhe këta në qeverisjen e ardhshme nëse ndrohet pushteti. Një problem jo i kaluar, kanë qenë probleme të ardhmës, çfarë do të bëjmë me ata drejtorat të cilat jemi ne tash. Dhe kanë marrë zgjedhjet. Ndoshta do të mbesim edhe një ata të papunë. Po faktikisht ligjet e cilat janë fuqi nuk precizojnë se çfarë bëhet me postet politike dhe të shpëndohen. Si premtim tjetër i kryetarit Selim Januzi ka qenë që nxënësit Goran nuk do të mësojnë më me plan programe muslimore serbe, por me plan programe të Kosovës. Unë kujtoj vullneti i kryetarit nashti ka qenë mirë, mirë për mundësit, ose realitetin nuk ka qenë mirë i informuar. S'ka ku mendoj kështu, për arsye se deri tash nuk është bërë diçka pozitive në drejtim. Lesi ata nuk kanë mund të mësojnë me plan programe shqiptare. Premtime pikërisht në këtë drejtim kanë qenë që do të sanoja apo do të zgjidhë problemin e arsimit me gron, sidomos se kemi pas problem kamoçëm. Përkundazi janë shpërsuar gjërat edhe më tepër. Dhe vendimin e ka prunë kryetari që të gjithë punëtorët të kthehen në procesin mësimor, sipas e plan programit të Kosovës, dhe jemi ne vime sipër sot ka qenë edhe një takim i tillë me gjitha strukturat ndërkombëtare dhe vendore dhe faktikisht presim që kontrata në shkundë të fillojë procesi mësimor. Përndryshe nuk ka pengesë. Derisa t'ju vi rada nxënësve Goran të mësojnë plan programe të Kosovës, së pari ishte dashur që përfaqësuesit e tyre të njohin shtetin e Kosovës. Deputeti Mursel Halili ende nuk e ka nënshkruar njohjen për pavarësinë e Kosovës. Është vërtet që s'e keni nënshkruar deklaratën e pavarësisë të Kosovës? Mislim da je to nesporazum u vezi sa tim oko informisanja oko poziva na tu sednicu, ali to je neko drugo pitanje, ja sada ne bi o tome da govorim. Përdrisa është deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, e vazhdon punën e tij edhe pse normalisht nuk e njeh Kosovën si shtet. Në anën tjetër, kishte Goran në Dragan Shaposhar që e pranonin realitetin për Kosovën dhe ishin të dëshpëruar me përfaqësuesit e tyre Goran që nuk po e pranojnë këtë realitet. Jesam i drago mi je što je ovako Kosovo dobilo nezavisnost. Nisam zadovoljan sa Gorancem. Znači nisam uopšte zadovoljan. Premtimet e kryetarit Kuvendit Komunal të Dragashit apo Sharit, kryesisht kanë vetë premtime se mund të thuhen se do të realizohen në të ardhmen. Po ashtu e kupton që ky kuvend komunal zyrtarisht nuk ka as veçpaqe e nuk ka as zyrtar për informim. Ndërsa njerëzit hezitonin të flisnin para kamerës me arsyeën se dalin ngjopshëm edhe dalim edhe prej punës. Nuk ka pas ndonjë aktivitet që qytetarin në rrugë tash, nëse e takon edhe pyet çka është bërë për këtë komunë, nuk ka një huni se asgjë nuk është pa në fakt. Puna zyreve, puna administratës komunale, shumë diçka me pa publikut. Januzi, po fillojmë prej premtimit parë që i keni dhënë, kemi thënë që do ta
do të kontribuonin për mirësimin e situatës ekonomike qytetarëve. Çka është një projekt sa do i vogël ekonomik që e keni zhvilluar në komunë? Faleminderit. Para është, du më dhanë një koment se në fund do të, që nuk është e vërtet, se ma ato do më thonë do të kryet pas sa viteve, ndërsa janë shumë punë që e kry. Nëse flasim për zhvillimin ekonomik, ju ndëgjohet se Kuvendi i Komunës ka marrë një vendim për caktimin e një zone industriale, të cilin e kemi caktuar. Do më dhënë për 10 muaj një vendim. Për 10 muaj një vendim. Si nuk ka dosh 10 muaj për një vendim? Dhe e dyta është se A vlerësoni ju që është boll për 10 muaj me marrë një vendim? Që unë nuk po du me vlerësu. Ju vetë, a vlerësoni si për 10 muaj me marrë një vendim për një zonë industriale mjafton? Unë fillova të flas për zhvillimin ekonomik dhe për zhvillimin ekonomik pikërisht ndikon edhe zona industriale. Ku aty me siguri investitorët e arshëm do të kenë mundësi të investojnë paratë të tjera. Mirë, kur e keni marrë këtë vendim? Na tregoni, kur e keni marrë? Po saktë nuk e di, po ka sigurisht 2 muaj për 3 muaj. Dhe e dyta është se pikërisht këtë vit ka filluar punën edhe Remateksi, një fabrikë e tekstilit, e cila ka qenë e privatizuar, dhe pikërisht ndoshta edhe ardha ime këtu ka ndikuar që kjo fabrikë të filloj punë. Mirë, sa njerëz ka shtim punë kjo fabrikë? Momentalisht janë duke punuar 106 punëtor, ndërsa pritet që për një kohë të shkurtër të arrijë numri deri në 227, që për komunën tonë 227 familje të hiqen nga brenga jonë është mjaftueshëm. A janë posuar me njafshëm këta? Nëse mendoni, po, gjithë janë të PDK-s, nëse mendoni se një firmë private mund të punësoj njerëz me të ngjashëm, atëherë do të them ashtu. Po ju e pranoj, do të thonë janë të PDK-s gjitha? Jo, nuk e pranova, por nuk është e vërtetë se me siguri janë më shumë PDK-s, më shumë të AKS, më shumë PDK-s, janë qytetarë të komunës tonë dhe në fabrikë nuk ka ndarje në parti. Mirë, ju gjithashtu keni premtuar që do të bëni krijimin e mundësive për shkollim të fëmijëve dhe përmirësimin e gjendjes së tyre, sidomos atyre që nxënësve me kushte të rënda që janë të suksesshëm. Sa bursa i keni ndarë për studentat apo nxënës? Nuk e kam premtuar se do ndajmë bursa, dhe bursat me siguri keni premtuar se do t'ja u rregulloni kushtet për shkollim. Unë do të bëjmë për përmirësimin e kushteve. Dhe në këto kushte janë krijimi i kabineteve në përshkolla, krijimi i infrastrukturës shkollore. Dhe më thonë që mësim nxënja të jetë sa më lehtë. Pas një shkollë nuk o kryjnë këto 10 muaj të fundit. Është janë ndërtime sipër. Dhe nëse nuk është kryer shkolla, janë kryer shumë punë tjera. Është kryer për shembull kompjuterizimi i shkollave. Kemi me 6 apo 7 laboratore, kemi të kimisë, kemi të biologjisë, kemi të fizikës. Kjo është një arritje e madhe në mënyrë që mësim nxënja të nxënësit të jetë sa më efektiv. A shkon dikush në ato laboratore, a janë sa për me ta? Ato janë për nxënës, a shkojnë, a nuk shkojnë, unë nuk mund të jap përgjigje, por ato do të japin përgjigje arsimtarët lëndor. Mirë, ju keni premtuar gjithashtu që do të arrisni bashkëpunimin me qytetarë. Keni thënë asamblea komunale do të vendosë ashtu siç vendosin edhe vetë qytetarët. E pas 11 muajve nuk keni zyre për informim, nuk keni zëdhënës, nuk ka faqe të internetit. E vërtet është se nuk kemi faqe të internetit prej muajit 6, faktikisht prej muajit qershor, dhe arsyeja është se faqja e internetit është keq përdorur, dhe në muajin e 6 mundet faqen të internetit të komunës tonë, kryetari i komunës ka ekzistuar kryetari i ma pash. Dhe në mënyrë, jo na kemi ndresh, por punëmarrësi, sa ju ka qenë e kontraktuar, punëmarrësi ka qenë njofshim i kryetarit dhe ashtu ka dashur të veproj, dhe unë në mënyrë, s'po them të dhunshme, por në mënyrë ultimative e kum ndërprej atë faqe. Do të thonë edhe në internet jeni shty politikisht. Këto ditë unë jo se mua që pare nuk më duhet, unë jo dhe këto ditë do të pritet hapja e faqes së ri, të cilën do ta bëjmë
mendimin e Ministrisë së Shërbimeve Publike, të cilët faqen do ta kemi pa pagesë, ndërsa punëtori që do veç faqen është punëtor i komunës, i punësohet këtu dhe me siguri nuk kemi me pas. Me komuniku publiku me ju nëse ju s'keni zyrtar për informim nëse nuk keni zëdhënës? Ku me shku që është kjo transparente? Zyrtar për informim komuna jonë nuk ka pas asnjëherë, mirë po. Ju keni thonë që keni me transparencë keni me shtu? Gjitha informatat nga komuna merren, sepse neve kemi edhe zëdhënës. Nga komuna? Drejti kryetari du të marrë? Jo, te kryetari po merren nga drejtori i administratës dhe ish personelit që ka qenë, dhe ai me një mënyrë ka shërbyer edhe si zëdhënës i komunës. Nëse ekziston posti, as bën me adhon dikut, as ka, posti nuk posti nuk ekziston, posti që s'ka ekzistuar asnjëherë. Edhe nuk mendoni nëse keni premtu transparencë, nuk mendoni se puni gjithashtu zyrtar për informim me shi? Zyrtar për informim ka, nëse nuk është me rrugë, për ndryshe puna kryer. Mirë, ana tjetër që keni mujt me kontribu në aspektin transparencës është që këshillat e fshatrave nuk janë funksional dhe nuk janë rizgjedh apo riorganizu pas zgjedhjes juaj si kryetar. Pse nuk keni mujt me i konsultu këshillat e fshatrave për me ditë çka po mendojnë qytetarët? Ajo nuk është ashtu. Neve këshillat e fshatrave nuk i organizon komuna, për arsye se nuk dëshirojmë t'i bëjmë partijake. Këshillat e fshatrave janë pa ato këshilla që kanë ekzistuar dhe sipas nevojës funksionojnë dhe sipas nevojës se këshillat e fshatrave të ne i zgjedhin vetë fshatarët. Fshatra funksionojnë, a jeni ju në këshill fshatra që funksionojnë? Jo me siguri e kemi që këtu dhe funksionojnë dhe neve se ka PDK në pushtet të ndrojmë edhe këshillat e fshatrave nga LDK në PDK. Jo po funksional? Funksional janë. Funksional janë. Po thonë se s'funksionojnë. Dhe këtu kemi pyetje që nuk funksionojnë. Po e marr. Për shembull. Do të thonë ka kritika që funksionojnë letër e realitet jo. Është problemi se kryetari i komunës nuk merret me organizimin e këshillave të fshatrave. Fshatarët vetë zgjedhin këshillat e fshatrave dhe neve nuk dëshirojmë. Për shembull, ne planik nuk kemi qenë disa herë vetë. Keni qenë? Edhe gjitha problemet si cili fshatëm një di, që kam bisituar vetë fshatë. Me këshillat e fshatrave keni bisituar? Me gjithë qytetarë. A i dini vetëm në 2-3 ku e dini si keni marrë votat, a i dini të tëna? Jo, me votat e kam marrë gjitha fshatrat dhe i di gjitha problemet. Po, a? Po. Mirë, me ju rikujtun, njëna për premtime që keni thonë që do t'ju ofroni infrastrukturë 3 pikave turistike, Zapludës, Brodit dhe Liçanit Breznës. Apo ju kuptojt kjo? Po. Keni thonë bile se kjo infrastrukturë do t'cilë dikur në 50-60.000 euro, nga se është një punë shumë e vogël, bile keni thonë atë. Sot? Ta pikërisht e kam thonë për Liçanin e Breznës. Po. Dhe atje kemi filluar ndërtimin e një pende, jo kemi filluar pa pende është kryer, mirë po si duket edhe ato investime kanë me qenë si duket, edhe ato investime kanë me qenë të dështuara, se pritet që ndoshta vetë vitin e ardhshëm do të fillojë ndërtimi i hidrocentralit të Zhurrit dhe aty bile vitin e ardhshëm kemi në ndërmend ose kemi planifikuar të ndërtojmë edhe një shkollë në Lapushnik, mirë po edhe kjo ka me dështuar për arsye se pritet ndërtimi i hidrocentralit të Zhurrit që një pjesë e madhe e territorit të komunës tonë do të mbulohet me ujë. Është interesant që komunën e ju përafërsisht i keni për investime kapitale dikun 2 milioni, bashkë me ato prej qendrës që i merrni shkollat, si dhe ato që i ngrisni vetë nga taksat komunale i keni 2 milioni. Si është e mundur që prej 2 milioni euro në vit që keni, ju deri sot që është nëntor, i keni shfrytzuar vetëm 30% për vitin 2008? Nuk është e vërtetë se i kemi shfrytzuar 30%. Pre atë që keni raportu, janë 30% kollave. Nuk e di nga e keni marrë raportet. Nuk e di nga e keni marrë raportet. Pre raporteve t'juja që? Jo, raporti është që ky dhe gjitha ato me viza që janë me lajkë ju si e qumni janë të realizuar dhe në bazë të kësaj dhe tashmë me shifra sa pare i kemi harxuar. Nuk e di, mirë po janë harxuar
pothuajse 90% të mjeteve të cilët kanë qenë të para. Unë e di me shifra që ju 30%. Jo më tregoni shifrat se sa pare pas këtë harxhu në vit, sepse unë kam informatën nga raporti që keni boju se në 6 mujorin e parë, vetëm 2 projekte keni fillu, për 18 që keni planifikuar 2 projekte. Kjo është shumë punë e vogël. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Se në 6 mujorin e parë ndoshta nuk janë kryer pagesat dhe pagesa ka mas qershore. Dhe ajo nuk ka një, për ndryshe nuk është. Mirë, po në 6 mujorin e parë keni fillu vetëm 2 projekte, e keni planifikuar 18. Keni fillu asfaltimin e rrugës Dragash-Stelis dhe asfaltimin e rrugës Dragash-Brod. 2 projekte. Po, dhe asfaltimin e rrugës Bruqe ka qenë e kryer qershor, asfaltimi i rrugës Pllav ka qenë e kryer qershor. Mirë, po këto thash pagesa është kryer më vonë dhe ju shënimet i keni të gjysmashme ose të përgjithshme. Kjo tregon se ju nuk mundeni, nuk keni kapacitet mi harxhu të holla. Nuk është puna, unë edhe në fillim, unë edhe në fillim thash se suksesi i një qeverie matet me shpenzimin e të hollave. Pikrisht edhe unë po them, po ju shumë pak e harxhu. Në bazë të kësaj të gjitha mjetet të dedikuara për investime kapitale, neve i kemi të harxhuara, pra investimet janë kryer, mirë po në informatat të para 6 muajve me siguri nuk i kemi. Mirë, a keni raportuar ndonjëherë në Kuvendin Komunal, a keni dhënë raport ndonjëherë? Po. Keni dhënë. Ta ndëgjojmë atëherë opozitën se çka po thotë lidhur me këtë shpenzimin e të hollave. Urnoni zotëri Shemsedini nga LDK. Unë dëgjoni, unë vjen keq sipas referimit që bën zoti kryetar, shifat se komunat punët shumë mirë, por në realitet është e keq e kundërta, se mos pari thot se për shembull asfaltimi i projektit, asfaltimi i rrugës për Stelis dhe për Brod është projekt i ish qeverisë dhe i kontraktuar qysh në vitin e kaluar. Por për shkak të dimrit të kaluar janë vetë punët dhe janë kryer në pranverë që nuk janë projekte. A dini ju cilat janë projekte që ka filluar këtë vit në mandatin e tij kryetare? Cilat janë? Vetëm ne që kemi lënë projektin që në asfaltuar 2 rrugë ka 1 kilometër e gjysmë për fshatin Pllav dhe Buqe, edhe kurrë realizimi tjetër nuk ka të rrugëve. Mund të thirret për ato projektet që kanë me gjysmë për shkak të sezonit timërore dhe janë vazhduar këtë vit pranverë. Ato nuk janë meritat e këtij. Sa kanë qenë në plan sipas planit? A jeni ju në Kuvendin Komunal ku e shihni planin sa planifikohet të harxhohet nga komuna? Këto e din mas mjeti, se unë nuk jam deputeti i asamblesë, nuk të referojnë edhe deputetet asamblesë edhe të opozitës, qofshin edhe partive tjera. Po meqen të këtë do të vazhdoj të ju, vetëm më tregoni lidhur me shpenzimet, a i shihni ju në Kuvend Komunal? Kësaj që do të ndërlidhem më vonë pak rreth kësaj, duhet të them rreth kryetari ku përmendit raportet e punës në Asamblenë Komunale, se unë jam antar i Asamblesë Komunale dhe mund të them, edhe që i kam thonë edhe gjatë Asamblesë Komunale, se asnjë raport gjeri me tani, asnjë drejtoriat nuk e ka dhënë në Asamblenë Komunale. Edhe pse unë vetë kam kërkuar që t'jipet ndonjë raport, edhe drejtorat e drejtoriateve bilen të janë gjithnjë në mbledhje ku të mahet Asambleja Komunale, asnjëherë s'ka ndodhur përveç 1 ose 2. Dhe kjo u kon ajo mungesa e madhe e drejtorëve që ne kemi pas mundësi. Se nuk kanë marrë raport? Nuk kanë bërë raport sepse s'kan pas çka t'u japin raport, se s'kan punuar deri në atë moment asgjë. Pikërisht edhe diçka jeta, lejo dhe diçka. Në seancën e fundit bile kum kërkuar që ka qendash të futet raporti i shefit administratës dhe personelit, nuk e kanë bënë dhe pse kanë thonë se do ta bëjnë prap, nuk e kanë dhënë atë raport. Bile maj e ka shumë mbledhjen edhe nuk e ka dhënë edhe raportin. Mirë, urna, sekretari o këtu për më përgjigj, jenu pse ju lutem unë jam të fol, më vjen keq se keni pas në kuvend për ata që marrin vesh, ata që s'marrin vesh ose. Na tregoni datën kur keni dhënë raport. Në datë nuk e di, por unë di këtë. Në kuvend kanë pas raportin 3 mujor të shpenzimeve, raportin 6 mujor dhe raportin 9 mujor. Këto kuvendi këta kanë qenë në honë se nuk e di çka po flasin gjithë. Por problemi është se raportet e shpenzimeve 3 mujore, 6 mujore dhe 9 mujore i keni pas. Cilat parti i keni pas aty që e konfirmojnë këtë? Cilat parti i keni pas? 21 delegacion të gjitha partive. Vetëm një moment.
raporte, ta marrim raporti I fundit që ka qenë, ka dhënë raporte veç me shifra, do të thotë rreth projekteve financiare. Ndërsa raportet punës, në fakt çka u punua dhe ku I kanë çuar ato mjetë ose diçka tjetër nuk ka pas as I raporti. Po raport pune, jon para pa ta marrim kaç edhe kur çdo tjetër s'ka pas. Raporti I punës çka punuan ata me ato mjetë. Ajo çfarë raporti nuk kemi pas. Janë para pa kaç, janë shpenzu kaç? Jo, nuk ka pas janë shpenzu kaç. Janë para pa. Ju lutem, raportet I keni pas edhe me krahasime të vitit të kaluar, por, po them unë për ata delegatë që marrin vesh dhe lexojnë materialin, është aty që është përthëm, po, nëse ka nevojë që e sjellin edhe materialet që nga pas duhen, jo vetëm AK-ja, ta ndigjojmë edhe për LDD-s. Pata edhe një përgjigje, se unë edhe në fillim thash, suksesi I qeverisë matet me dijenin apo më mundësi se si I shpenzon mjetë. Dhe ne kemi dhona, ju I keni arzu vetëm 30%. Po, I keni dhonat për gabimin Edhe kërkush në opozit nuk po mundet me konfirmu. Dhe nëse qeveria e kaluar, lavdrohet se nuk ka mund të I harxhoj parët, ka kush I harxhon. Ata që dinë dhe mundën I harxhojnë dhe investojnë. Ta marrim në asamblejnë jo të fundit, po të para fundit, unë kom kërkuar që drejtoriati porasim të jepe raport pune rreth fillimit të vitit të ri shkollor. Kryetari ka thonë se nuk është drejtori këtu dhe s'ka nevojë që I pot raport. Megjithatë unë kom kërkuar nga kryetari të jepe sqarime rreth fillimit të vitit të ri shkollor, gjë që edhe ato nuk e ka bën. Kom kërkuar të futet në rendin e ditës të asamblesë komunale. Nuk e kanë futur, është mbi votuar dhe s'është futur. Kështu që edhe rreth fillimit të vitit të ri shkollor nuk kemi pas raport. Do thotë asnjëherë raporti s'ke pas. Kjo qëndron edhe le ta thojnë edhe opozita se a është kështu apo s'është kështu. A jem shumë me vërtet është. Ta ndigjojmë zot Nikolonin nga LDD-ja, të ndigjojmë një anë tjetër. Sa është e vërtetë? Neve në kuvend kemi pas raportin e shpenzimeve, gjithashtu kemi pas edhe miratuar buxhetin për vitin 2009. Dhe është njëri prej kuvendëve të komunës nga komuna tjera në krahasim që mënyrë intensive për çdo muaj ka një seancë. Problemi qëndron në faktin se nga ato zonat të cilat ne janë ofruar se a kanë qenë reale dhe apo jo. A I keni po ju që ato projekte në teren? Kur I keni po se kanë fillu, a është dukë se ashtu në teren? I kemi po edhe ato, po kemi po edhe defekte tjera, sepse defekti që ndronë këtu jo në ato që është raportuar, po në përzgjedhjen e koalicionit, ku si koalicion në vazhdimësi I kësaj komune si kushton në shpenzime enorme, duke mos pas kryetari qasje në drejtim dhe kontrollim të shpenzimeve tyre. Në raportin e fondit financiar shihet se një zyre e komunitetve ka harxhuar diku 14.000 euro dhe punojnë 3 punëtor vetëm për mallra dhe shërbime. Nga ajo pjesë e shpenzimeve, diku 6.000 euro kanë shku vetëm në transport dhe 1.200 euro në telefon për 3 punëtor. Që janë shpenzime marrëmendse me të cilat duhet kemi në vazhdimësi të kemi një mbikëqyrje. E keqja që ndron se edhe LDK-ja ka zgjedhur një partneritet artificial. Kalum dhe PDK-ja njëkohësisht ka zgjedhur një partneritet artificial. Që qytetarëve tonë, tatim paguesve, po na kushton që këto ka bëjnë vetëm për hir të mbajtjes së karrikës dhe pushtetit. Dhe kjo për këtë komunë do të jetë rrezikshme. Në vazhdimësi. Do të thonë vetëm sa mi pas disa komunitete zyre, po I lejojmë me ardhur çka dojnë. Se kom respekt për vakatin si subjekt. Po bëjnë përzgjedhjen e disa individëve nga po I njëjti subjekt që komunës edhe sot I kushton që nuk kemi në kryetar të komuniteteve si pasojë e këtij koalicionit artificial. Dhe na është desh 3 muaj ditë të presim për emërimin e një drejtorit që kam respekt se ai drejtori është profesional në zyrën e planifikimit, po këto janë si pasojë e përzgjedhjes koalicionit artificial. Që neve si qytetarë dhe komunës dhe tatim paguesve po na kushton dhe është trashëgimi e gjitha qeverive. Zoti Januzi, pse ju si qeverie s'keni mujt me bo premje në kësi marrëdhënie me premje me zvoglimin e shpenzimeve po fillu veç prej janarit. Është e vërtetë që keni fillu, ne kemi vrej që ka pas ma pak një, po adresojeni këtë çështje që tha zotënia nga LDD-ja. Kjo është e vërtetë. Pse ku lejoni se 2 muaj, me shfrytzu ka shumë? 2 muajt e fundit ku ka qenë raporti në një
telefon të zyrës së komuniteteve kish pas hargjime ashtë e mëdha për të cilën unë kom dhonë vrejtë, se nuk e kam ditë derisa janë kriju shpenzime, dhe në të ardhmen me siguri këso farë shpenzime. Nuk do të kriju, mirë po një gjë do të dini se koalicionet, shka pa thotë zoti Qamil, tash ajo artificiale, apo nuk janë artificiale, koalicione do të ketë gjithmonë edhe në të ardhmen. Koalicion me minoritetet këtu do të kemi pa tjetër, deshtëm ne apo nuk deshtëm, cila parti do të zgjedhët, ajo vetët shifrët nga vetë partit fitues. Mirë, nëse s'ka si pas djeni për zyrën e komuniteteve sa ka argju, a keni pas djeni që për 9 muaj, Drejtoria Arsimit ka shpenzu 6.673 euro për dreka zyrtare, kurse në njëjtën periudhë vitin 2007 ka argju 343. Se ka shumë këta të Arsimit, ku po shkojnë në nga dreka shumë? Ato nuk e kanë argju të Arsimit, jo, nuk e kanë argju të Arsimit, ato e ka argju kryetari i komunës zbashku me drejtoratin e Arsimit për arsye se a ju pisonin drekat për arsye se për përfundim të suksesshëm të vitit shkollor, neve të gjithë arsimtarëve të komunës i kemi dhënë një darkë dhe ajo me siguri ka ngrinë pa shpenzimet, mirë po unë mendoj se arsimtarët këtë e kanë merituar, sepse vetëm gjimnazi i përgjithshëm në Kosovë me testin kombëtar ka zonë vendin e Barë, si gjimnasi përgjithshëm e kanë fjalën, ndërsa si shkolla mesme, vendin e Pens që për komunën tonë është një arritur shumë e madhe, prandaj unë edhe kam thënë se arsimtarët kish problem me një darkë. Vetëm të reagojmë nga LDV, a është në rregull me shpenzu arsimtarët? Do më thonë me shpenzu ka? Nuk desh aty, se nuk jem jetar i spektakleve. Jem i asaj që e thonë konkretisht me fakte reale. Une nuk jem jetar i urrejtjeve patologjike në mes subjektve shqiptarë dhe në mes individve shqiptarë. Këtu, jam interesuar se me ligjin për qeverisje lokale, ju lejohet që partitë shqiptare të hyjnë në koalicion dhe në bazë ligjit i kanë të gjitha të drejtat komuniteti Goran që është këtu. Dhe kanë mundësi të kenë nën kryetarin, kanë mundësi të kenë kryesuesin, por nuk kanë nevojë të kenë drejtoratet të cilat nuk menaxhohen nga kryetari. Dhe kjo për fat keq qytetarëve dhe për fat keq tonë na shkon në korris tonin përgjithësi, dhe shkon në korris qytetarëve dhe shkon në korris biznesit. Faleminderit zotën Shumëtidini. Vetëm para te që punën në këtë komunë janë katastrofë, mund të citojnë në mbledhjen e asamblesë me 22 shtatit 2008. Tash kryesuesi i asamblesë, zoti Lulzim Rifaj, deklaron se komunën tonë janë ka utheshin mafiozët në krye me drejtorin e administratës, zotën Jarmin Ebiu. A keni fakte, kur thoni ju mafioz, çka keni fakte për drejtorin e administratës? Zoti vetë kryesuesi do thotë se i njëjtës parti që ka është kryesues tash i asamblesë, këtë deklaron në asamble. Ai di me siguri më mirë, gjesa vetë njëri vetë, e thotë normalisht tu është problemi të punësimi që është ku me të njëfësimi. Hajde të regona një shembull. Po, nuk do të thonë veç me thanë. Merre me mend tash në gjithë drejtorat që kanë qenë të LDK-s. Janë largu, janë pranue, tregoj mbi 10 punëtor të ri, asnjë s'është inkuadruar për këtyre drejtoratëve. Vetëm diçka tregojmë, para se më shkute kryesori. Ka dy në kohën e ju, çu keni pranuar në punë? Po, shumë orare. Në kohën ne për 7 vite, asnjë drejtor i ish qeverisë, tukun edhe vetë zoti kryetar që ka qenë drejtor i drejtoratit, është emëruar si kryeshef për ekonomi, si shef për ekonomi, të gjithë drejtorat kanë qenë të shefa, asnjë i LDK-s nuk ka me të papun. Asnjë të LDK-s. Të gjithë janë pranuar dhe për 7 vite asnjë s'ka më largu nga puna. Dhe ta zotërit drejtorat si pion tash e jeta. Është shumë interesant që i mbajnë ka dy vende të punës. Janë drejtorat drejtorateve, mbajnë mësim në përshkolla mbajnë ka dy vende. Vetë kryetare dhe gjithë në katës. Po. Një parti tjetër, a është vërtet që, dhe më thonë, ju një akë, në kohën, a ka punësime jo partijake në këtë profesionale në këtë? Në fakt edhe LDK-ja kur ka qenë pushteti ka punësuar njerëzit e vetë LDK-s. Po me gjitha tonë, ata njerëz, me gjitha tonë, ata njerëz të cilit kanë qenë në pozita, qofshin drejtora apo diçka tjetër, nuk i kanë lëvizur shumë. Ndërsa më ardhin e pushtet të kësaj qeverie të tashme, vërtet këta të gjitha ata drejtorat i kanë lënë pa punë. Dhe i kanë futur gjithë të LDK-s.
Përveç asaj ka pas edhe nepotizëm jashtë. Pra, familjarizëm ka pas rreth punësimit. A keni shembuj? Po, kemi shembuj. Sidomos në Arsim ka shembuj, ku kryetari i komunës bashku me nën kryetari kanë shkuar deri në shkollën fillore në Blaç dhe atje me konsenzus, me marrëveshje i kanë punësue njerëzit që kanë ndesh këta dhe pa konkurs bilen. Bim është vonue pranimi aty në punëtorëve për 1 muaj e gjysmë. Edhe ata punëtorë që kanë filluar punën 1 muaj e gjysmë mbrapa kanë marrë rrogën në mënyrë retroaktive prej fillimit, që do të thotë se ajo ka qenë një shkelje e buxhetit. Përveç asaj, unë do të ndërlidhem edhe te Asambleja Komunale, te komitetet. Asnjë komitet nuk funksionon përveç atij për ekonomi dhe financa, nëse nuk është ashtu le ta demantojnë. Dhe në atë komitetin për ekonomi e financa në të participojnë gjithsesi marrin pjesë vetëm ato partitë më të mëdha, do thotë PDK, LDK edhe prej goronëve. Ndërsa partitë më të vogla, siç është AKEA, LDD-a, AKR-a, tjera, ne nuk kemi qasje me të edhe pse parashifet sipas qeverisjes, ligjit në qeverisjen lokale që edhe ne jemi pjesëmarrës në ato, ne nuk kemi, unë kam kërkuar që të jemi. Dhe po na servojnë gjërat neve, po na servojnë gjërat pa i ditur se çfarë vendimi po marrin ata. Por nuk je qasje atë rrezik. Faleminderit, ta dëgjojmë Zmiunozi. Pse keni pas punësime familjare edhe partijake? Unë këtu garantoj para gjithë këtyre, para jush dhe para gjithë qytetarëve të Kosovës, se asnjë të familjes time nuk e kam punësuar përsa jam unë këtu. E para është, e dyta është se largimi i drejtorëve ose ish drejtorëve nuk e ka bën kryetari i komunës, por e ka bën rregullore 2730, ku nëni 49.1 thotë se me zgjedhjen e kryetarit dhe bordit e drejtorëve apo emrimin e drejtorëve ish drejtorëve dhe kryeshefit ekzekutiv i pushon marrëdhënia. Jeni sigurt se asnjë antar të familjes hiç se keni punësuar kërkon? Po, sigurt. Çka po bën Azi Rifaj, nipi juj që është në bibliotekë që 2-3 muaj? Nuk është, jo, Azi Rifaj nuk është i punësuar, dhe nëse keni dasht me bën hulumtime, është dasht që hulumtimet të shkojnë deri në fund, dhe keni mund të shiqoni edhe listën e pagave, dhe keni me vrejtë se emri Azi Rifës nuk ekziston aty. Azi Rifën e kom angazhuar me kontratë mbi vepër. Me kontratë mbi vepër, sepse kontrata mbi vepër i mundson mos me shit konkurs. E kjo një diluj. Po kjo është 3 mujoshe, dhe qëllimi im ka qenë thjesht jo të punësoj Azi Rifën, edhe pse është invalid i luftës së Kosovosit, nuk më intereson. Kontrata mbi vepër është punësim. Nuk është punësim. Është një punësim. Një rrogë atë e vogël. Jo një rrogë e vogël. Mirë po, ju mund të bëni edhe show, por problemi është se ju po bëni show, ju tash keni punësuar e nipin e keni punësuar. Shkoj deri në fund, Unë kam dashur që të shpëtoj fondin e librave që kanë qenë në atë bibliotekë. E ky person ka shkollë mjaftueshme me shpëtu fondin e librave. Dhe në atë bibliotekë ka punuar një punëtor me vitet e tëra dhe t'jeni e bindur se dera asnjëherë asaj biblioteke nuk është qenë. Dhe pikërisht ai ka qenë, jo nuk është e vërtet, ka qenë student, jo, ju lutem, edhe drejtori i kulturës është unë ta thotë që qytetarët po thonë që kanë lexuar, ju po thoni që kanë lexuar. Nëse kanë lexuar, unë dim, është problemi se ai ka. E pse me këtë person çu është çel dera? Ka thënë, ka ka të kryer ky person që ka çel derë në bibliotekën. E ka çel derë, nuk e ka çel me dhon libra me lexu, por e ka çel derën me përmirësue objektin. Dhe kërkoj nga ju që pas këtu të shkoni të filmoni brenda çka ka në atë bibliotekë dhe keni me vërejtë se si është mbajtur objekti i asaj biblioteke të cilën qytetarët që ata që po thënë aty nuk është e vërtet, se masa është e vërtet, se punëtori që ka punuar aty faktikisht ka marrë, mirë po ka qenë student dhe tash kur ka kryer fakultetin na ka thonë edhe neve edhe këtyre ditën e mirë së këty asnjëherë. Mirë. Ta ndëgjojmë njërin prej kur jeni te punësimet, zotni Ymeri, po ju jap fjalën lidhur me përvojën e juaj, keni qenë ish drejtori i geodezisë. Çu që ka shfrytzuar kjo komunë momentalisht kuadrot e vet shkollum, që nuk ka aq shumë kuadro shkollum, si po shfrytzohen? Urnani. Së pari, nuk është e vërtet se vetëm një drejtor, ish drejtor ka mbetë pa punë, por e vërteta është se 2 drejtorë kanë mbetë pa punë, edhe ish kryeshefi.
Po ata që kanë ardhur, a janë shumë të kualifikuar se ju apo a janë të njëjtë si ju, a janë diplomuar edhe ata? Jo, ata sa i përket kualifikimeve mund me qenë njëjtë, por unë kisha me kontestue largimin e ish drejtorëve, 6 ish drejtorëve nga puna. Pse? Çka i thoni aty që thonë për shembull LDK-ja edhe ju ja keni bërë ashtu, edhe pja bën ashtu PDK-ja, hiç më mirë. Ajo nuk ka se vërtet. Pa jeni ju i LDK-s? Po. Edhe? Unë jam i LDK-s, po unë kur kom qenë në pozitë, unë asnjë udhëheq të PDK-t nuk e kam larguar nga puna. Largimi... Po, aty PDK-ja, se PDK-ja s'ka qenë pushtesu? Ka qenë shefa, 6 shefa, 7 shefa kanë qenë. I keni majt, a? I keni majt, sigurisht. Kur farë punës kanë bon, kur farë llogarie nuk kanë dhënë. Unë e kontestoj largimin tonë nga puna, i cili është një largim klasik nga puna, i cili është një largim kundër ligjor, është në kundër ligjeve vendore edhe konventare ndërkombëtare mbi punë. A është prit me ju kry juve kontrata para se me qetë i punë? Qysh? A është prit me ju kry kontrata, me ju përfundu juve kontrata? Apo jeni qit për punë? Kontrata normal ka përfunduar, por kontrata ka mujtë të vazhdohet. Okej, çfarë baza? Ju lutem, Jeta, do të sqaroj këtë, bashkë lidhur me atë që u thirr edhe kryetari, edhe si duket drejtori i administratës, se këta i ka larguar rregulloria 33/7. Nuk është e vërtet. Neve ne ka larguar personalisht kryetari, por unë e kuptoj se kryetari atëre ka qenë në eufori, edhe si duket ka ndikuar ose e ka inkurajuar ajo rregullore të cilën e përmendin, edhe neve la largon me një vendim ku thirret në nenin 29 të asaj rregullore, e cila fare nuk bën fjalë për punëtorët dhe për punësimin ose për largimin e motorëve nga puna, por është neni 29 i cili merret me formimin e drejtorive. Faleminderit. Zykryta, pse keni pas nevojë me largu krejt drejtorat nëse këta ju kanë marrë disa të PDK-s, punëve? PDK-s nuk ka pas asnjë drejtor asnjëherë. Po. Domethënë po në LDK-s nuk ka pas drejtor. Po punëtor ka pas. Punëtorët edhe në fushat. Kam thonë edhe tani them se punëtorët nuk guxojnë të lëvizën nga vendet e tyre të punës. E keq janë se me rregulloren 2007-30 që zoti Miliçi është edhe jurist dhe një ta merre një ta lexoje dhe në nenin 49 pikni që thashë në fillim shkruan se me marrjen e postit të kryetarit dhe emërimin e drejtorëve u pushon marrëdhënia puna kryeshefit dhe ish drejtorëve. Dhe këto nuk e kam shtruar. Bile prej kryetarëve të komunës ndoshta kam qenë i pari i cili kam kërkuar prej Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal. Çka me ish drejtorët që unë kam problem. Nuk kam problem se me forcë, mirë për problem se unë nuk jam i natyrës që dëkon të largoj pa punë. A ka drejt? Vetëm pak. Doktor Begji. Marrëdhënie pune me urdhër me doktor Minafir Beshirin ke pranuar. Doktor Begji ka qenë doktor Minafir ke pranuar. Doktor Beshirin se ke pranuar. Nëse mendoni se me një komunë duhet të dy kryeshefa, le të urdhënoje. Le të vjen ose jo kryeshefa, ka qenë marrëdhënie pune. Kryetarin e komunës. Unë po të vjen. E ke unë i kompletuar votat dhe unë edhe kjo ndërgjegje hanë thonë se unë larguar. Dy kryeshefa nuk guxon të jo kryeshefa, ka qenë mjek specialist në spital i punësuar. Ju është vërtet që keni fituar votat. A keni një drejtor që nuk është as PDK as LDK? Ose një person që është aty veç pse din me bo punën e vet e si son parti? Drejtor që nuk është as PDK as LDK, unë nuk e di, drejtorat i kam mënuar, ata kam të drejtën ligjore. Po veç ju prej dëshirës ju i vet, unë po kuptoj që ata paraardhësit e juj nuk kanë bërë kur gjë më ndryshe, po as keni pas dëshirë vet me thonë një herë të bëjnë një shembull të leadershipit, të kallëzoj që mujë dikën që son parti. Shembull nuk bëhet me të shtetin, jo shembull, por nuk bëhet hajgare, për ndryshe se drejtori duhet të ndërgjojë. Do të thonë hajgare është me vënë njerëz profesionistë, mos më thënë partisë hajgare. Gjithë drejtorat e emëruar janë profesionistë. Bile ma profesionistë nuk ka. Dhe
As koma profesionist se këta partisa? Drejtori për bujqësi, jeta. Pyetëm drejtori për bujqësi, çfarë drejtën e përgjellës se drejtorëve kompanisë. Drejtori i bujqësisë na tregon zotri kryetar. Çfarë përgatitje ka? Drejtori ka fakultetin ekonomik. Kush? Sa drejtori? Jo, Margar. Dhe shkollën e muzikës, kur ka tjetër? Shkollën e muzikës. Mes në vite. Ani, muzikës dhe bujqësisë aty dikon, po? Jeta, a ka kuptim? Ish drejtori i bujqësisë e ka u theshaj, çfarë profesioni ka? Me fakultet ka qenë ai. E këto kemi shkollë. Cilin fakultet? Ju lutem, unë edhe në fillim thash nuk kam dëshirë. Ju lutem edhe në fillim thash nuk kam dëshirë me bëu, por duhet të flasim me të vërteta dhe argumente. Po me argumente po veprojmë. Edhe po thojnë që njerëzit e juaj nuk janë, për shembull, drejtori i bujqësisë është i shkolluar për atë punë. Ajo është e drejtë e përgjellë të cilën nuk kam bëhu. Po ju s'muneni me përgjellë njerin e muzikës për bujqësi. Nuk është i muzikës, tash neve mundim me bëhe gare, mirë po nuk është i muzikës, por e ka fakultetin ekonomik. Drejtori për ekonomi dhe financa, merre me med, drejtori për ekonomi dhe financa dhe zhvillim, është zotues, është autorizues dhe mban kontabilitetin. A ka në botë kjo kështu? Vetë vendos, vetë bulos. Qysh është e mundën? E keni mashtruhe Tesarin. Ka mashtruhe Tesarin se s'ka drejtë në shkullin nga i punë. Na spjegoni. Problemi është se drejtori për ekonomi dhe financa ka shenë shef i buxhetit dhe ai ka qenë zotues. Dhe për arsye se ka qenë zotues, nuk guxon tjetër të nënshkruaj përveç se ati dhe nuk mund të kitë qasën në të sa. Sot, nëse ai drejtor, ai mundet njëjtë se ata t'ka lumë që përpojnë që kanë bo malverzime, edhe ky mundet me bo. Ata ndoshta kanë bo malverzime dhe kanë bo shumë, por gjatë qeverisës time nuk guxon asnjë drejtor të bëjnë. Po që gjatë qeverisës ju janë harxhu shumë pare në zyrën e komunitetit. Ju se keni ditë gjatë qeverisës ju? Qysh gjatë qeverisës? Jo, nuk janë shumë, për ato i kam planifikuar pikërisht ish kryetari për harxhime dhe shpenzime. Mirë, po shkojmë te, më falni, duhet të inkuadroj edhe një pjesë tjetër që është shumë e rëndësi në komunën e juaj. Zonja Saiti, si është gjendja vetëm pak, si është gjendja e grave? Momentalisht po shoh që në këtë sallë janë 2 gra, krejt. Si është çka nuk është në rregull me këtë komunë sa i përket grave? Gjendja e punësimit të femrës është e mjerueshme. Kjo nuk po ndodh sot, domethënë kjo është trashëguese. Numri i femrës është shumë i ulët. Si në komunë, në spitale, gjithashtu dhe në arsim. Po ashtu kisha me shpërpyetjen edhe në këtë fabrikën e re si u quajt më herët, sa është numri i femrave i punësuar aty. Që gjithashtu kisha më shtru edhe një pikë për arsimimin e femrës, që në vitin 2003 deri në 2005 kemi një numër shumë të madh të femrave që na kanë mbetur vajzat pa diploma të shkollës fillore. Pse? Sepse është bërë ndryshimi pranë programit shkollor dhe për atë arsye familjet ndoshta për shkaqe të ndryshme nuk i kanë lejuar femrat të vinë deri në dragazh për me vjellat pjesë, domethënë klasën e 9, edhe ashtu 115 femra sipas numrit zyrtar i kemi pa diploma. Dhe a është kërku prej shkollave me bo diçka për klasën e 9? Jo, shoqata jone ka ngritë zërin për ato, përmes një fushatës, por ato kisha me kërku dhe sot, që aty në vajzave një siguro gjithçysh diploma, që të faktën të kemë një dëshmi të shkollës fillore. Po thoni me siguro diplomat edhe pa shku në klasë 9? Jo, nëse kam dhe gjithë se po pritët që do të heket klasa 9 vitin ardhshëm. Ashtu kam dëgjuar. Ndoshta do të jepet një mundësi për shembull për atë numër që flëndohet prej tashtit për ato vajzat që t'ju sigurohen diploma. Tash do shkojnë kryetari me pyet për këtë, po para se shkojmë, tregoni pse nuk shkojnë këtu vajzat në shkollë për te shkollës fillore? Pse nuk po shkaqet janë të ndryshme, mirë po paktën kisha me paraqitur edhe problemin tjetër që asnjë femra nuk është përkrahur me burse prej komunës se të vazhdojë shkollimin. Asnjëherë. Keni problem të madh sa i përket inkuadrimit femrave.
Se në radhë para mund të përgjegjeni me këto 115 femna që janë pa diplom shkollës fillore. A kanë mundësi disi me e marrë dhe me e kry? Unë nuk e di ka këto shifra që kanë diploma nuk kanë. Ka organizatave sekretare që punën në komunën e ju? Pezon se është e vërtetë. Mirë po. Pezon. A keni arsye me besu që s'është e vërtetë? Kam arsye me besu që s'është e vërtetë, për arsye se sistemi shkollor të na, jo dini është arsimi fillor i jurë, dhe arsimi fillor i lartë, që arsimi fillor i jurë është pre klasës parë, po futë edhe parë shkollorin deri në 5-ën, ndërsa i larti prej 6 deri në 9. Dhe ky arsim është e detyrueshëm. Dhe në të gjitha shkollat fillore të plota organizohet mësimi i klasave të 9. Po mirë, se këto çika se kanë kryer, çka me botash? Ato që se kanë kryer me siguri ose ka munguar dëshira aty ose prindit nuk i kanë lejuar që se besoj, mirë po ka kanë mit. Ju po thoni, domethënë, vajzat vetë s'po dojnë në shkollë, se ato i kanë këtë kushtet. Vetë ashtu ju ka rrokë dhe s'po dojnë në shkollë. Jo, nuk është ashtu, sepse edhe në gjimnaz, që kemi të organizuar këtu në qendër, me siguri është numri i barabartë ose më i madh është i vajzave se sa i djemve. Mirë, numri është, a pranoni ju që keni problem me të vërtet të madhe dhe skandaloz sa i përket inkuadrimit të femrave? Ata më pranojnë, por nuk është pyetje as te kryetari i komunës, as te ish kryetari, as edhe Po s'ka keni bërë me minimum këtë problem në muzikë? Për arsye se neve ndoshta jemi pak më patriarkal se qytetarët e komunave tjera dhe as mundeni me ndru pak më shpejt? Thash se në gjimnaz me siguri është numri i vajzave më i madh se i djemve, ka filluar ndryshimi, mirë po ky ndryshim nuk bëhet brenda ditës apo brenda natës, por bëhet kada. Mirë, ju si kryetar, po kuptoj që komuniteti jeni malor, jeni të fortë, në shtabura të fortë dhe mundet me qenë një mentalitet ma patriarkal, po ju vetë, ju si kryetar, a keni tregu na i shenjë që me na i gjest me inkuraju shkollimin matematik femna e punësimin e tëne? Bile institucione ku ju keni fuqi. Që që keni punë? Që aty ku ju mëni me bursu njerës? Ne për institucione ku unë kam fuqia dhe ku kam konkuruar një femën, keni bindur se ajo ka qenë e pranuar. Mirë, por nëse nuk ka konkuruar, që ne kemi probleme edhe me konkurimin, që nuk konkurojnë, aty neve nuk kemi fare. A keni mujt me siguru për shembull arsyeja më e madhe pse nuk vinë femna në shkollë zakonisht është për shkak transportit. Transporta e keni siguru bursë ose shpenzime për shkollë, a i keni siguru, qëto sa me keni mujtë me bo? Jo, komuna nuk e ka obligim të... Se ka obligim, se dojnë që ju nuk jeni patriarkal, nuk e ka obligim të siguroj shpenzime për shkollë, komuna e ka obligim që në nxënësit deri në klasën e 9, të cilët të thënë ma shumë, ose ma tepër se 4 km, aty duhet të organizohet transporti nxënësve që neve e kemi bërë këtë, ndërsa për shpenzime tjera, komuna nuk ka obligim. Mirë, veç në vend ju i vetëm më kishte duk skandaloze këto shifra që i komune që edhe në arsim, që shumicën e komunave arsim janë femna, ju prej 484 punëtorve, vetëm 28 i keni femna. Prej 121 punëtorve në administrat, 11 janë femna. Po kjo do të thotë që duhet inkurajohet shkollimi. Kjo nuk është problem thash i sodit, nuk është problemi imi as i ish kryetarit, as edhe kryetarit tash. Po veç apo bëni ju me zgjedhje? Neve me zgjedhje, unë thashë në fillim që në gjimnaz ka numri është më i madh i vajzave se i djemve. Po ç'është mund ato mu punësohet një kryetar? Nuk mund të punësohet derisa nuk e kryen një fakultet. Po ju në komunë për shembull nuk e ka asnjë qerdhe. Me dashur ato me çu fëmit për me shku në punë, duhet të pas një qerdhe. Ju si u keni siguruar atë qerdhe? Zakonisht një komunë ka një qerdhe. Qerdhen nuk e kemi siguruar, por jemi në rrugë të mirë dhe të drejtë. Që me siguri vitin e ardhshëm. Do ta? Po normal do ta, se masi sonsa ajo do ta dhe do të sigurohet vitin e ardhshëm. Vetëm pak. Dhe thash komuna nuk e ka obligim që ndonjënën gjini ta privilegjojë ndërsa obligim jo veç as po e nini që me bo me shkrucat femën keni komunë shumë progresive dhe thash se ka fillu shkollimi edhe i femra dhe kur do ta keni ca qerdhe që po i pyes tash nëse jeni të përkushtuar me bo kur do ta keni qerdhen? Qerdhen kur do duhet me siguri vitin e ardhshëm. Me siguri vitin e ardhshëm. Mirë, duhet të inkuadroj, më falni veç pak, nuk kanë fol edhe zotni nga Hendikosi. Urdhoni zotni Ramadani?
Dyra e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve handikos në Dragash në gjyrën e vetë përfshin diku 450 antarë me dëmtime intelektuale, mendore dhe fizike. Cilin pyetje keni për kryetarin? Për kryetarin unë kam pasur takime me kryetarin. Qeveria ma hershme ka përkrah këtë kategori të personave ku ka funksionuar edhe rehabilitimi për këta persona. Unë kam pas takim me kryetarin për mjetët ndamje nga buxheti për mjetë për mirëmbajtjen e zyres së ndikosin Dragash, për arsye se donatorët kanë shkuar, kryetari nuk ka përgjigjur se na nuk financojmë shoqatat jo qeveritare. Dhe me këtë arsye është vështirësuar puna dhe aktiviteti me persona me aftësi të kufizuar. A do me thonë, ka komuna që bile pak i nimojnë organizatorit qeveritare? Keni ju naj OSY që i nimoni sa do pak? Jo, neve prej komunës nuk është kërkuar ndihmë asnjëherë. E kom fjalën të ndihmat financiare. Është kërkuar. Do mos do të një apo për rend? Jo, nuk për rend, po tash dalim te vërteta. Është kërkuar që ne të paguajmë një punëtor, që ka qenë fizioterapeut i mesëm. Ai ka qenë i punësuar po flas para periudës kur jam unë, ka qenë i punësuar si duket me kontratë, rrogën e ka marrë prej shtëpisë së shëndetit, por prej participimit, që për mua ka qenë në mënyrë jo ligjore, se nuk ka qenë i futur në pagë, do më thonë në listën e paga për nga i marrin punëtorët, dhe unë atë mënyrë nuk e kom lejuar të vazhdohet më të tjerë. Dhe participimi që është marrë nga kryera e shërbimeve që i ka kryer ato nuk di ka shku. Unë këtyre ju kom thonë, nëse ju mund të vetë mbuloni, me që ato të hyrat ju ordinoni punoni. Unë nuk u pengoj, nëse... Por ta nuk po munden me mbulu. Ndim financiare nuk kam kërkuar asnjëherë. Unë e kam ndërzuar dhe me shkrinë e ndërzuar më kryetarin ka thënë unë t'jap përgjigje për ato. Edhe kam marrë prej atyre nuk ka kërkuar përgjigje. E keni marrë letrën nga zotnia? Letra ka qenë për atë personin që fola. Po ajo është vlerë financiare, do të thonë paguaja rrogën personit për me kry pacient dhe... Nuk me pagu rrogë fizioterapeutit, ku ju duhet me ditë tash edhe si punon mjekësia punon si mjekësi primare, që jepet në përkomuna, dhe fizioterapeut nuk ka, mjekësia sekundare që është në formë të spitaleve, që neve e kemi... Pse nuk ka që ata pacient ka nevojë për fizioterapeut? Pse s'ka mundësi ju me si nuk mund të organizoj shëndetësia primare profilet të cilat nuk i takon shëndetësisë primare. Shëndetësia primare është një fund të mjekësisë familjare. Çka po i thoni çaty në njerëzve që marrin shërbim prej stafit fizioterapeutit? Apo i thoni vetë smujnë nang shkonin Prizren? Ati janë bën edhe keq përdorime, se mos mendoni se kanë shkuar vërtet njerëzit të cilët kanë pas nevojë, por aty kanë shkuar çfarë do lloj njerëzish, dhe aty kanë pagu. Te mjeku shkuar për zërbret? Po normal që kanë shkuar për zërbret, por nuk kanë shkuar të hendikepuarit, dhe nuk është fjala për të hendikepuarit. A i keni kësyri ju shtu a e kanë hendikepimin apo jo? Ju jeni sigur që s'kanë qenë hendikepuar? Vetëm pak. Nëse kam shkuar nëse se ati për t'ju përgjegjësh kryetarit, edhe migja i këtij ka kryer shërbimet edhe unë nuk e di që ka participuar në një. E dyta dhe ka qenë projekti përbashkët mes drejtorisë shëndetësisë, IOM-it dhe Hendikosit, ku mjetët për ushtrimet e fizike si ka paguar IOM-i. Marrin pushtet kryetarit, ka pëthët, ai projekt veç është ndërprerje. Është largu punëtori i fizios. Antarët e shoqatës së Ndikosit nuk kanë participuar. Mjetët të cilët janë marrë prej antarëve të tjerë, qytetarëve të tjerë, janë ndërzuar me blok drejtorinë e shëndetësisë. Shtëpinë e shëndetit atje. Unë për veti nuk e di as bloki kush e ka përdorur. Mirë, faleminderit, duhet të enkuadroj edhe përfaqësuesin e SBE-s. A mund na jepni një përmbledhje, çka mendoni si ka stagnuar këtë komunë e çka ka përparuar në këtë mandat? Po, kemi elemente nga të dyja, edhe stagnimi edhe anë pozitive të kësaj qeverie. Filloni për pozitive, ndëgjojmë diçka mirë. Pozitive se në rastin e zgjedhjes së kryesuesit të Kuvendit Komunal, kryesuesi i Kuvendit Komunal në zgjedhur në raundën e parë, me konsensus, do të thonë gjithë anëtarët e Kuvendit Komunal kanë votuar pro në favor të kandidatit,
Më pastaj kemi edhe implementimin e një rregullore komunale e cila është aprovuar në vitin 2006, për herë të parë është implementuar mbi menaxhimin e rrugëve dhe trotuarëve, ku është bërë ndalimi i ekspozimit të produkteve bujqësore dhe produkte tjera në për trotuarët të qytetës. Kemi edhe harmonizimin e statutit kuvendit komunal fillimisht me rregulloren 2730 dhe më pastaj me ligjin mbi veçëverisje lokale, domethënë komuna ka qenë ndër komunat e para në Kosovë cila ka arritur të bëjë harmonizimin. Në anën tjetër, i gjithë legjislacioni komunal është ende me të vjetrën, në kuptohet me rregulloren 2025, edhe përkundër apelit të kryetarit në drejtorët që të bëjnë ndryshimet drejtorët për lëmit caktuara. Statuti i fundit i aprovuar nuk është mbajtur diskutimi publik, më thonë me arsyetimi ka qenë se ndryshimet kanë qenë shumë të vogla dhe nuk ka nevojë. Veç pak në arrestu pëse mos me majë diskutim publik? Jo, statuti i fundit për të cilën e ka fjallën, a i ka qenë në realitet statuti i parë, dhe neve me delegatë e kuvendit jemi marrë vesh që ky statut mos të shkojë në diskutim publik. Po e me qytetara e një marrë vesh? Sepse ndryshimet nuk është e vërtet, sepse ndryshimet kanë qenë të vogla në 2 apo 3 nene. Këta s'po e konferojnë, ta përdojnë që ka ndashtë në shkonë në diskutim publik. Nuk është e vërtet, sepse antarët e komisionit dhe unë jemi marrë vesh për shkak se ndryshimi ka qenë në 2 apo 3 nene, që nuk është arsyeshme të humbet ku për 2-3 nene të cilat nuk kanë ndikuar në... Për diskutim publik gjithmonë përzeni... Jo, se statuti i parë ka qenë, statuti i parë ka qenë diskutim publik dhe është aprovuar me 21 vota për edhe statuti i dytë është votuar, po ashtu me 21 vota për që nuk ka pasur. Vazhdoni vicepërfundëri Zrbëllohi, a keni edhe diçka? Desha të përmendje edhe mungesën e faqes zyrtare të komunës, e cila nuk funksionon për momentin. Bisedojmë për atë. Faleminderit shumë se vini Oma. Instituti KDI që ka dhënë raport vlerësuese se komuna Dragash është komuna më pasive, që aty në raport thuhet se është marrë më shumë vetën se sa që ka botë për tjera. Unë nuk di tash kush mund tjetë edhe plus që tash, pse zëtër ju, drejtorat e drejtorateve, më mbajnë ka 2 vende punës, që së punësën njës tjetë që kemi plotër vëllë, pa përsinë e matë. Do t'i Mamuti? Unë do të ndërlidhëm në pasaj kur u tha se statuti ka qenë në debat publik, kur dhjetë mirë se gjatë asamblejës, gjatë mledhe në asamblejë komunale, kemi kërkuar ne që statuti të dele në debat publik, bilem spakun të shkoje në për ato vende ku kishte me pas një efekt pozitiv ta marrim në për shkolla, sigurisht. A keni edhe një qasje? Kam edhe shumë qasje tjera. Ta marrim po i kthejna nga fillimi. Shkurt, po, jo nga fillimi. I kthejna fillimi. Shka nuk e kemi adresu? Të gjithë ne, qofshin që jemi në asamblejë komunale, po dhe kryetari që i ka marrë votat e zgjedhësve të tij, duhet të kujdeset për mirëqenien e tyre, për lehtësimin e jetës së tyre në këtë komunë. Dhe si pas asaj që kanë bërë gjatë fushatës, në fushatës zgjedhore ta marrim, për shëndetësi, në fshatin Kosaf, në fshatin Kuk, në fshatin Blaç, kanë para pa që aty duhet funksionoj mjeku për çdo ditë. Në fakt asot e kësaj dite nuk funksionon. Funksionon, ta marrim unë e di në fshatin Blaç që funksionon vetëm një ditë, vetëm ditën e njëjtë. Dhe sipas kësaj del se të gjithë ata persona, të gjithë ata njerëz që janë duhet smon ditën e njëjtë. A nuk doni? A është rrugë për çdo ditë? Jo, nuk është. Njek nuk ka, vetëm ditën e njëjtë ka. Në Kosovë nuk e di cilat ditë ka. Do të thotë se nuk është më ky premtim. Ona tjetër, ta artimi. Nuk doni mos smut ditë tjera. Nuk u dëm mos smut ditë tjera. Po ashtu e kanë para pas. Vazhdojmë aty tje, jeta. Në arsim ta marrim u anashkalue, nuk u përgjigj ta. Tjetra është ta marrim te lista e prioriteteve të investimeve kapitale që e kemi këtu ne. Jo, vetë ta shërojmë çito, se ndoshta nuk do të kemi kohë më tepër. Te kjo listë parashikot disa investime jo të kuptimta ta marrim. Pse jo të kuptimta? Sepse kemi thuhet se për blerjen e kubzave janë dalë jetë 100.000 euro dhe as kund nuk shkruan se ku do të destinohen ato mjete. Vetëm shkruan çete e kemi 100.000 euro dhe nuk përcaktohet vendi se ku ato ku kanë vendos. Pastaj, tjetra është asfaltimi i rrugës Brutit
cekët të prioritetet të investimeve kapitale për këtë vit, për vitin 2009. Në fakt, rruga e Brutit është asfaltuar. Çfarë asfalti tjetër duhet shtojmë aty? Ose mirë, nga dalë se po du përgjigje, çfarë asfalti tjetër këtë rrugën e Brutit? Brutit? Ajo ka asfaltuar me këtu në 2009 mirë, vetëm pak. Të kapitale për 30.000 eurove. Veç pak, ku ka me shku ato pare? Nëse ekziston asfalti? Rruga asfalti. Përfundoje? Asfaltimi i rrugës Brutit është bërë në një mënyrë vitin 2006. Po. Komuna i ka me bosh atër 27.500 euro që nuk janë paguar për në kryshit dhe neve për vitin 2007 dhe 2008 me aprovimin e buxhetit ato mjete nuk janë para pa, neve ato mjete i kemi para pa. Dhe për atë është... A janë 27.000 a janë ma shumë që aty që... 30.000. E 3.000 ku i pishkojnë? 3.000 shkojnë buxhet. Mirë po problem... Se 3.000 ma shumë ja këty ati. Nuk... Dëgjoni pa. Mirë po rruga edhe pse nuk është pagu ajo është prish dhe asë njëherë për në krysi nuk kam i marë mjetët deri sa atë rrugë nuk e sanon dhe nuk e kry në tërsi. Edhe çështje tjera që përmendni? Njëta është rruga e Zaplugjes, që është asfaltuar, rruga e Zaplugjes, prapë cekët këtu, 20.000 euro për rrugën e Zaplugjes, por 2009. Nuk është rruga e Zaplugjes vetëm prej Blaçit, por është prej Zaplugjes e në Zaplugje. Ju lutëm, dhe ti zoti Mamut i delegat, ti në konvent, nuk e ko kundërshtu asë njëherë, ti e ke qua Unë jam vetëmi kam qenë kundra këti projekti që i keni bërë. Dhe një delegatët tjere kanë aprovuar. Dere, keni mbi votue, tu e di që thonë regu. Unë s'kom vetu asë njërë, s'kom pas drejt votë. Në regu, unë se kam për fund e kam çështjen që unë rejnë nga zona Sahiti, e kam edhe pyetjen prej qytetarëve banorët, ju tha që nuk e dini për këtë grupin e vajzave. Unë e kam pyetjen për banorët e fshatit Restevizës thonë me një peticion në shkruar nga ma tepër se 400 prind, kërkojnë që në shkollën e tyre të hapet paralelja e 9, si të normalizohet mësimin në shkollën e mesme në Dragash. Pse ju nuk e keni pa këtë peticion, po më interesant? Jo, kushta që nuk e këmë. Po ju thatë parës që nuk dini kur gjo për këtë punë që këto qika nuk o kanë punë. Nuk janë shkollë, nuk e kanë punë. Hytjen nuk e keni shtruar kështu. Nuk e keni shtruar. Ju e dini për këtë peticion? Jo, këtë peticion e di, kjo është peticion i qytetarëve të Gorës të fshati për Selis, dhe ata kërkojnë mësimin e klasë 9, faktikisht kërkojnë që mësimit e bëhet në plan programet e Kosovës. Dhe zona Sahiti unë nuk e di ka mund të të bërë. Me programet e Kosovës? Dhe po. A do t'ja u siguroni këte? Neve këte e kemi sigurue, dhe mësimin në Selis mbahet në Trigju, mbahet në gjuhën shqipe, që këtë vit për fatë mirë kam rënë vitin e 9, mbahet në gjuhën bosnjake, që mbahet vitin e 9, dhe në gjuhën serbe, që mirërisht edhe me ligjin, me organizimin e arsimit në për komunat e Kosovës, është e lejume që të punohet me plan programet të Serbis, por me revidimin e disa pjesëve të programet. Njëra për pyetje e qytetarëve ka ardhur me atë se sa keni pas përkraje nga qendra për të ballafaqur me faktin se komunën e juaj e keni komunën e Serbis të Dragashit që punon, keni komunitet që shkon në shkollë atje, në gjuhën serbe, sa keni pas përkraje nga qendra lidhur me këtë se çka me bëu me këtë rast? Ky problem është pak më i gjatë, jo vetëm që involvuar neve si komunë, por është involvuar edhe qeveria e Kosovës, por janë involvuar edhe disa institucione tjera ndërkombëtare. Edhe a mundeni një aspegu qytetarëve ka jeni të shku, gjithë këta njerëz të involvuar. Çka strategjia? Dhe strategjia është që dashtëm ne apo dashtën ata apo dashtën pa tjetër duhet të kthehet normalitetit. Ka normalitet, ata po vazhdojnë me rroga më të mira, s'ka nevojë, dashtën apo dashtën s'ka nevojë me ardhmë. Javën e kaluar kemi pas një takim, ku kanë qenë të pranishëm edhe zgjidhja civile ndërkombëtare, neve si përfundim kemi pranuar që pa tjetër arsimtarët duhet të nënshkruajnë kontratat, edhe pse zgjidhja civile ndërkombëtare me këtë vendim që kombëtarën nuk ka aprovuar, për hir të tyre u kom vazhdu mandat atë nënshkrimin edhe një javë dhe nga e hana e ashme pritet që
të gjithë arsimtarët do të nënshkruajnë kontratat, apo Se ka me nënshkru kur e marrin rrugën 2 herë më shumë se di. Pse? Nëse nuk i nënshkruajnë kontratat, nuk do të lejohet hyrja nëpër objektet e shkollore, sepse objektet shkollore janë të komunës, arsimtarët janë për nxënësit, jo nxënësit për arsimtarët, dhe A jeni sigurt që ju do të lejoni të mja ndaloni atyne me një shkollë? Neve, nëse në përkrajnë edhe institucione tjera, jenë shumë i sigurt. Po cilat institucione? A do t'i përshoj që çka është strategjia e qeverisë tonë? A thot që leni një vijë në shkollë, s'kemi sa nevojë? Strategjia ndoshta e lartë është ndoshta në komunën tonë dhe nuk e shohim ndoshta edhe është problem si të madh, për arsye se ndoshta edhe vërtet janë probleme. Ata do ta bëjnë vetëm ju me tyje. Mirë, po unë do të vazhdoj me zbatimin e ligjit. Faleminderit zoti Selim Yunusi. Faleminderit shumë. Ishte ky debati në Dragash, ndërsa që gjithë juve që doni të shihni premtimet e kryetarëve si kanë dhënë para një viti dhe të përgatiteni për debatet e më të tjeshme që të zhvillojmë në komuna tjera të Kosovës, mund të shkoni në jetankosov.com. Këtu i keni edhe debatet për komunën që i kemi pas para një viti edhe ato të tanishme. Deri të ajtën e ardhshme, natën e mirë.